Përshëndetje, këtu nga sheshi përballë kryeministrisë, mora vesh që më pas kanë dekoruar. E kam bërë dhe në të shkuarën në 10 protesta që kam qenë pjesëmarrës apo organizator, po më pas kanë dekoruar me një procedim penal se pas kanë blokuar qarkullimin në Tiranë dhe lëvizjen e lishme të njerëzve, dhe ka bërë këtë ai segmenti i policisë së shtetit që i shërben narkotrafikut e Edi Ramës. Këta pasi i luftuan fuqishëm me trafikantët e drogës, pasi bën çdo gjë për të ndalur ata që vrasin në këtë vend, ata që bëjnë atentate me eksploziv, pasi morën masa te shkollat që të mos theren fëmijët nga 14 vjeç, gjetën letër, gjetën boj, i tenderuan, edhe aty mund të kenë vjedhë ndonjë gjë për të më proceduar mua penalisht se pas kë kam blokuar Tiranën. Një meme e madhe ky kryeministër, një meme e madhe ky shtet, një gallat që duhet pen shumë e mprehtë për ta shkruar e për t'ia treguar brezave që vinë se si nuk duhet të bëhen, se si nuk mund lejojnë më të qeverisen kështu në të ardhmen, se brezat harrojnë. Se po mos kishim harruar nuk do kthenim këta në pushtet. Po le ta marrim me radhë çfarë do të thotë që më kanë proceduar mua penalisht. Kam proceduar sepse sipas këtyre kam blokuar trafikun. Nuk e di këtë trafik kam blokuar se ne protestën po e bëjmë në trotuar dhe nuk e bëjmë në rrugë një. Pra ne po qëndrojmë në trotuar para kryeministrisë dhe nuk kemi blokuar në rrugë këtu. E dyta, pas kër kam vendosur çadra dhe kam blokuar qarkullimin e njerëzve. Nuk e di çfarë shkolle kanë ata që i kanë shkruar ato letrat, po ne kemi bërë një kërkesë, kemi bërë një oftim sipas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe ligjit për tubimet, dhe siç e pat, përpara se të kthenin përgjigje, erdhën dhe i hoqën çadrat pa u vënë. Kështu që mirë bëjnë që i bëjnë dhe një sot, se prap do jemi sot në orën 5 masdite, po kanë letër edhe një nesër. Kësaj republike i kanë ardhur dëmet të mëdha, do duroj edhe këto dëmet që vinë si dëm kolateral, që harxhohet letër në mënyrë abuzive nga punonjësit e policisë së shtetit, ato segmentet e lidhura me krimin, jo njerëz të ndershëm, se e dini ju ça vlerësimi kanë për punonjësit e ndershëm në policisë së shtetit, unë sa i vlerësoj. Po për turpin e tyre, për turpin e madh të tyre, në një kohë kur janë në akuzë që kanë vjedhur 53 milion euro në tunelin e Ogaras, Gjengër ka problem që unë protestoj këtu dhe më ndjekin penalisht. Në një kohë që kanë harxuar 16 vite për të ndërtuar aksin Qukës Qafpoç dhe kanë harxuar mbi 260 milion euro dhe u shëmbet rruga atje brenda 2-3 muajve që ndërtojnë, e hapin, dhe pas kër kanë letër, boj dhe kohë për të kallzuar mua penalisht pse protestoj si njeri i liri kësaj republike. Këta jo që s'më trëmin mua në atë kallëzimin, ajo është një dekorat këtu në gjoksin tim, është dekorat që kam luftuar përballë regjimit më komik në botë. Këta janë qeveria më komike në botë. Janë edhe hajdut, edhe komik. Kështu që në këtë drejtim të rinë të qetë, nuk më intimidojnë, përkundrazi në orën 5 ftoj qytetarët këtu te kryeministria, mos kenë merak se shkresën e kemi dorëzuar, do veten në prokurori, pastaj nëse prokuroria gjykon që ka ndonjë vepër, do shkojmë në gjykat. Ka zot kjo punë, nuk ngeli ta vendosin këta të Edi Ramës, Edi Hajdutit. Se kështu do i mbuloj vjedhjet që i ka bërë Shqipërisë ky me kallëzime për bllokim rrugësh ndaj meje. Kështu do e bllokoj ky faktin që s'ka ilaçe për kancerin të onkologjiku, me letra që shkruajnë këta bakau i lartë e poshtë për kallëzime penale. Pse çaj kam bërë unë kësaj republike? Çfarë vepre penale kam bërë unë? Dhe guxoj të flas. Pse si do ky? Jemi të gjithë me mec. Gjithë që nuk flasim, të heshtim, edhe pse kemi mundësi të flasim. Çfarë do ky? Që të mos e themi ne që nuk ka ilaçet e onkologjiku. Se ndryshe ky na procedon penalisht. Kë do trëmbi ky? Mua do trëmbi. Pra nuk duhet të themi ne që këtu vidhen parat dhe ekurin tunel në Ogaras.
se ndryshe na procedojnë zarat e Edi Ramës. Do trëmemi ne. Seriozisht e ka ky. Me këto do na trëm ky ne. Qarë do ky? Mos themi ne që inceneratorët mungojnë, po ndërkohë 400 milion eurot ke cica e këti dhe atyre që rrinë me këtë. Qarë do ky? Do trëmemi ne se ka vjetë ky lek të inceneratorëve edhe të qeveria e këti mos, se use dja i ka marrë ky drejt për drejt. Po fakti është që fap firmat edhe inceneratorët snuk inceneratorët, nuk janë, nuk gjënden. Ndërkohë plerat e patën velipoj pak ditë më parë, dënga, deti. Qarë do ky? Mos të flasim ne që këtu merret jeta e njeriut si me qenë sport gjuetie. Gangsterat me pisqoha në përbreza. Ta që nuk lënë më gjop pa vënë qytetarëve të Tiranës për parkim të gabuar dhe nuk din kush pret me pistolet në xhep këtu. Këta që lagje të tëra në qytetet e Shqipërisë kërkohet nga krimi organizuar të hysh me kartë identiteti dhe ruhen me dron. E din qytetarët e Durrësit, e din qytetarët e Vlorës, e din qytetarët e Shkodrës, këtë që them, e din qytetarët e Elbasanit. Qarë do ky? Që të mos themi që Shkodra e kulturës, djepi kulturës, është kthyer në djep të krimit. Fatkeqësisht se nuk e meritojnë shkodranët, se po e tham, ky na procedon penalisht. Po pse si duhet jemi që të mos procedojmë penalisht? Të jemi hajdut si zarat e këtij. Se po ishe njeri i ndershëm, punon me drejtësi dhe nuk i nënshtrohesh diktatit të hajdutëve, procedohesh penalisht. Kjo është Republika që ne duam. Këtë Republikë ishte ëndra e studentëve dhjetorit. Për këtë Republikë. Për këtë Republikë luftoi gjyshi dhe gjyshja ime maleve në luftën e dytë botërore. Për këtë Republikë ka rënë dëshmorja dheut ka sërgjyshim në 1914-ën, që të vinde ky hajduti bashkë me këta hajdutët e tjerë dhe të na procedojnë penalisht se themi të vërtetën. Kaq shumë i ka dhënë me vërteta e një njeriu këtu me një grup njerëzish që po i rezistojnë ditë-natë. Kaq frikë ka ku nuk i ka në pazar ata që protestojnë. Kaq frikë ka ky kur si ka në pazar ata që protestojnë. Imagjino këtu të derdhet Tirana, mushet plot. Çfarë bën ky frikacak? Burr frikacak. Burr frikacak. Fshihet pas letrave Bakaui që i firmosin zarat e tij. Se nuk janë polica ata që firmosin kallëzime penale pse unë ushtroj një drejt kushtetuese. Kë qytetar Tiranës kanë bllokuar, ma nxjerrin me emrin e memrit. Kë ta nxjerrin, thonë ke bllokuar filanin që të mos shkonte në punë, që të mos shkonte në spital, që të mos shkonte në aeroport, që të mos shkonte në zyrë. Apo rezistenca jon këtu ndërgjegjson njerëzit dhe fillon dhe bllokon hajdutët e tij për të shkuar e për të firmosur letrat me të cilat vidhen lekët e ilaçeve, lekët e tendrave, lekët e tuneleve, lekët e rrugëve, lekët e porteve, lekët e aeroporteve. Këtë bën rezistenca jone drejt këtu, duke mos qenë në pazar me këtë pazargjiun, bën që të pengohet rruga e hajdutëve të këtij për të vjedhur lekët tuaja dhe tona. Nuk tërmen fare unë. As me polici dua shumë, e dim polici. Madje ma bëjmë vrejtje njerëzit në përgjithësi pse e them kaq shpesh. S'ka, e kam lidhje shumë të veçantë me punonjësit e ndershëm policisë shtetit, se gjë fëmijë, derisa i kanë shkollë të lartë, jam rritur në shtëpi me uniformë polici. Por, edhe policët e ndershëm, brenda atyre, edhe mua ma thonë kur i takoj në kryqëzime sa ndaloj i respektoj, e më respektojnë, që një pjesë e segmenteve të policisë fatkeqësisht i ka kapur krimi. Fatkeqësisht. Militantët e lidhur me krimin, siç ka dalë dhe nga dokumentat, dhe ata nuk i futa unë. Ata i futi Edi Rama. Sepse Edi Rama e di që pa krimin nuk e ka pushtetin më. Kështu që qeveria e krimit, dhe kjo nuk është klishe, po është vërtet qeveria e krimit, më ka dhënë një dekorat të papar sot duke më proceduar penalisht, sepse i tregon çdo njeriu të ndershëm të këtij vendi sa shumë trëmet, sa frikacak është. Ky që ka sjellë në këtë bulevard dhe janë vrarë 4 njerëz për këtë. Dhe që prokuroria do ta marrë një ditë për ta pyetur.
dhe për të marrë përgjegjësi. Ky ka sjell këtu njerëzit dhe janë vrarë 4 familjar për këtë, për pushtetin e këtij. Edhe për atë tjetrin që në zyrë, po për këta. Ky që nuk ka lënë rrugë pa blokuar me goma, e mbani mend ju si blokonte autostradat, pa pasur parasysh nëse kalon një 9 shtatzana, një sëmura, një vakia, a humbi se njeri një kontratë se do kalone në aeroporta. Ky më tregon mua blokimin e rrugëve, blokimin e njerëzve, çaj kam blokuar unë Tiranës. Mos mendoni që se jam mërzitur këtë, jo, unë jam i gëzuar sot që më ka proceduar Edi Rama penalisht. Më ka vënë dekorat. Por, po mundohem përcjell emocionin përballë një frika caku që nuk ka shoq. Ky na tregon blokimin. I mbani mend ju rrugët si blokonte ky, diqte dhe goma, ndoste ambientin. Po çadrat e këtij këtu që vuri me grevurie, i mbani mend në bulevard. Po ky bllokoi integrimin e Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat për 3 këshilltar në Fier. Ky bllokoi një kom të tërë për të marrë vizat e për të udhëtuar nëpër Europë, apo s'është kështu? E mbani mend. Bllokoi një kom të tërë për të marrë vizat e për të udhëtuar në Europë lirshëm për një këshilltar në Fier. Ky na tregon ky bllokimin. Me me zarat e tij që janë zgjatimet të krimit në policinë e shtetit. Që i bëjnë turp policisë shtetit dhe hyn në hak atyre policëve dhe shefave të ndershëm, oficerëve të ndershëm, që janë shumica dërmuese e policisë shtetit, burra dhe gra të ndershme, që jetojnë me shumica janë me kredi. Se ua di hauet, se jam rrit vetë në familje të tjera. Kjo është e vërteta. Do më trëmë Edi Rama mua se më kauzoj. E di, unë me gjaza do rri gjatë këtu, do rri unë. Bëj nga një kauzim në ditë, pa problem fare. I vetëmi merak që kam të dashur ndjekës është vetëm një. Që kur nisi kauzim penal, nisin shkresat. Kur nisin shkresat, bet varavingo me shkresat. Dhe bet dosja. Dhe ajo dosja për të prodhuar harxhohet letër. Dhe letra që harxhohet pritet një pemë diku. Se është letrë e harxhuar dëm. Më kupton? Se më thuaj ti mua në ka një shqiptar sot që beson që unë i kam hyrë në hak në një qytetari me këtë që po bëj. Më fal. Se qytetari janë dhe hajdut të Edi Ramës, atyre po. Atyre më vjen keq, po. Ata kanë zënë vendin e turpit në histori dhe një nga një po zënë dhe vendin i qeli aty. Edhe haka do vete i Zoti, ky popull do ta kujtoj periudhën e këtij si periudhën si shakan më tragjikomike të historisë së vetë, me thënë drejtë. Se ka pas periudhat e errta Shqipëria, po kanë qenë tragjike. Kurse kjo tani është dhe komike. Do me thënë, po, do me thënë, diktatura ka qenë tragjike. Po shteti në funksionimin e vetë ka pas një farë solemnitet, nuk ka qenë me gallataxhi. S'ka qenë, se po flasëm me këta kolegët, shokët, miqët, bashkëprotestuesit. Imagjinoni që sa shtrëmbur do me thënë. Erdi tje mori t'i qadra nga 3 metra katror, edhe sot ka për kallëzim penal. Tani pyetja që kam unë për çdo njeri normal, është nëse ti ke një çadër kamping, çadër, dhe të zë rruga në një qytet të Shqipërisë dhe nuk ke ku flë, se s'ke lek paguash hotel. A mund të zësh një cep të një trotuari ku nuk pengon njeri të kaloj që të flesh gjumë? Është vepër penale? Ja më thoni ju mua. Po mirë, këta që janë pa shtëpi që flenë rrugëve të Shqipërisë, që si marrin t'i arrestojnë gjithë? Po në përbot, ku keni shkuar, do thoni ju ti si e pa shtëpi. Ne jemi të gjithë pa shtëpi, ore. Ne jemi pa shtetë, ore. Shfatkeqësi e madhe ti është pa shtetë. është hall i madh shumë. Dini ta. Kështu që nuk po u lodh shumë më, po në orën 5 sot prap para kryeministrisë dhe çdo ditë. Po gjykoni, të arrisim çdo ditë e të vazhdojmë. Unë do vazhdoj pa ndalim. Aq sa të kem fuqi për të ulëritur babësin e pushtetit tragjikomik të Edi Ramës. Se është tragjikomik pushteti këtij. Se është gaston vetë, po bën pasoja të dëmshme. Do me thënë,
pa lënduar prindit që ka ndodhur fatkeqësia, u shpreh ushtrimet, po u plagos një 14 vjeçar dhe e qua në sallën e operimit të Durrës për ta operuar dhe ikën dritat të sallën e operimit. Është komike ta dëgjosh, është tragjike ta jetosh. Është komike që një shtet është aq kaçole i organizuar sa ikin dritat në sallën e operimit. Nuk ka generator dhe merret fëmia nga salla e Durrësit, sillet në Tiranë për të operuar dhe humbet jetën. Po është tragjike për atë që i bie për pjesë. Ja, këtu jetojmë ne. Jetojmë në këtë shtet dhe unë jam kurioz. Policat e Edi Ramës ka nisur një kallëzim penal për punonjës të OSHE-s apo drejtues të OSHE-s në qarkun e Durrësit që ikën dritat në sallën e operimit ku vdiq 14 vjeçari? Jam kurioz. A ka nisur një procedim penal policia e Edi Ramës për kabinat elektrike që unë kam denoncuar javë pas jave në Lezhë, në Cërrike, në çdo qytet, që mungojnë dyert dhe vënë fëmijë aty rrezikojnë jetën? A ka nisur një procedim penal policia e Edi Ramës për asfaltin që shkëputej me dorë në Cërrik dhe shkërmoqej paraja dhe tjerësa juaj? Jam shumë kurioz, shumë kurioz. A ka nisur një procedim penal Edi Rama për cilësinë e ujit që na vjen në çezma tona për ditë në shtëpitë tona? A ka nisur një procedim penal Edi Rama vetë me qeverinë e tij dhe policat e tij për faktin që raporti i kontrollit lartë të shtetit nxirrte mbi 30 shkelje të rënda me procedura dhe mungesën e ilaçeve për onkologjikun? A ka nisur një procedim penal policia e zellshme e Edi Ramës për ata që tallen për ditë me parat tona, se sipas drejtuesit të prokurisë posaçme, organet e shtetit nuk kanë çuar në prokurit posaçme as i kallëzim penal. Kështu që në orën 5 masdite çdo ditë. Kaq kisha për momentin. Sot ky është kallëzimi i 4 që më bëhet në jetë. Nuk e di, t'i kujtoj pak. I kam të 4-ta nga qeveria e Edi Ramës. Nuk e di, mund të kem pas dhe një nga koha e qeverisë Berisha, kam pas dhe një në 2012, po, kam në Kavaj. 3 kam nga ky, nga qeveria e këtij. Te 3 të parët kam fituar unë. Kam marrë kohë, po kam fituar unë. Kam dalë unë njeri që nuk e ka shkel ligjin. Jam shumë i bindur që dhe ky do fitoj unë. Nuk e kam shkel ligjin në asnjë presje, në asnjë gërm. Sot në orën 5, nesër në orën 5, çdo ditë në orën 5 ju pres këtu përpara kryeministrisë. Njoftimi është bërë. Këta dash ta quajnë, dash mos ta quajnë, ka gjykat, prokurori, le ta çojnë, përgjigjem unë pa problem fare. Të drejtën për të folë nuk ma e që ndodhë, se nëse në këtë republikë vendosim që mua të më dënojnë përse unë flas atë që besoj dhe fjalën time të lirë, le ta bëjnë. Ta bëjnë pa problem fare. S'ka asnjë problem. Le të më marrin, më procedojnë, të më dënojnë, të më arrestojnë, të më gjykojnë, të më fusin burg pse unë flas kundër sistemit që ka ngrit Edi Rama. Nuk ka problem fare. Për mua janë dekorata. Fundja fundit gjitha sistemet autokratike në botë kështu ushqen me propagandën e armiqve që prishin mrekullitë e jashtëzakonshme që ka krijuar autokratët. Po këti si thua do të autokrat xhanë. Se siç e thash, regjimi i këtij është një regjim tragjikomik. Në orën 5 shihem. Do you recognize me?